Zoti Shurdhi, s'pari njëherë ju shpreh solidaritetin tim më të madh. Dhe ju garantoj që situata që nuk ka të përshkruar në rrafshin njerëzor dhe në rrafshin shkencor që ekziston në spitalin onkologjik do të marrë fund me urgjencë. Edi Rama, zoti Shurdhi, 4 muaj më parë, pasi unë jo se bëri sigur nuk e njifte situatën, deklaroi se ato janë krime kundër njerëzimit. Por fakti që dhe pas 4 muajsh, Edi Rama, që disponon buxhetin 8 miliard euro, nuk mori asnjë mas, për asnjë ndryshim, tregon se kryeautori i këtyre krimeve është vetë ai. Separat për ju vithet. Se vjedhja e parave të ilaçeve tuaja ka zhdukur çdo ndjenjë njerëzore te këta zyrtar, të cilët hedhin valle mbi fatkeqësinë tuaj, të cilët pasurohen si shushunja mbi fatkeqësinë, mbi smundjet me ilaçet që vjedhin, parat e ilaçeve që vjedhin nga ju.